Në aeroportin e Vlorës ka patur sërish këtë të tensione dhe përplasje mes punonjësve të kompanisë së Patsollit dhe sigurisë të kompanisë tjetër, 2A të Valon Ademit. Situata ka shkaktuar tension, por ndërhyrje e menjëhershme strukturave të policisë ka bërë të mundur normalizimin e saj deri në momentin që punonjësit e Mapgo kanë shkuar në kantier me vendimin e gjykatës së lartë që i riktheu kompanisë së biznesmenit Patsollit të drejtën e administrimit. Me hyrjen e punonjësve të Mapgo dhe nën kontraktorëve të tyre, jepet fund bllokimeve të punimeve në aeroportin e Vlorës. Sipas administratorit të Mapgo, Selim Patsolli, punimet për terminalin pritet të përfundojnë brenda një muaji. Ne na novitën maksimum 30 ditë, jo më shumë, maksimum për 30 ditë, duke përfshi edhe certifikimin e aseteve të tjera të cilat instalohen këtu. Bexhet Patsollit deklaroi një ditë më parë se Mapgo është zotruese në 98% të kuotave të kapitalit të vijas dhe përbën subjektin kryesor të mbajtjes të të gjitha detyrimeve, përgjegjësive dhe të ekspozimeve që lidhen me koncesionin në aspektin profesional, teknik, referencial dhe financiar. Ndërsa këtë të hënë, ai pretendoi se në aeroport kishte dëmtime të konsiderueshme. Patsolli ka bërë thirrje spakut për hetime mbi aeroportin e Vlorës, pa dallime mbrojtje për askënd, me pretendimin se grupet kriminale që kishin uzurpuar kantierin kanë shkaktuar dëme. Patsolli thotë se po kryen verifikimet, por dëmet përfshin inventarin e posaçëm për funksionimin e aeroportit, duke cënuar pronën private dhe investimet. Më tej hedh dyshime për mbështetjen ose tolerimin e tyre nga zyrtarët. Ai bën thirrje për masa të menjëhershme për parandalimin e përshkallëzimit të situatës dhe vendosjen përpara përgjegjësisë të personave të përfshirë. Përplasja mes dy kompanive solli bllokimin e punimeve në aeroportin e Vlorës për rreth 10 ditësh gjatë muajit maj, deri në një vendim të gjykatës së lartë. Gjykata vendosi më 26 maj që të rrëzojë kërkesën për sigurimin e padis të paraqitur nga kompania Vlora International Airport dhe 2A Group të biznesmenit Valon Ademi që t'i jap të drejtën sipërmarrësit kosovar ish presidentit Bexhet Patsolli, duke lejuar kthimin e tij në aeroportin e Vlorës.